Ani më për shtu s'kena dalë me bo humor, po kena dalë me thonë diqka. E kështu që gruan do të mi dasht, gruan do të mi respektue, gruan do të mi nderue. Gratë flasin, normal që flasin edhe jënë të ndihshme. Por ata pejgamberi alayhis salam ka thonë, kur dikush është në ku, valla ja Rasulullah po fletës, po muna me bajtë çka po di, ka thonë, po ja dini ju që gruaja është e kriju me pe i bri, sa e bria është e shtremt. Ka thonë, nëse mundohet dikush mi drejtue, ajo thehet se mu drejtue s'drejtohet. Qështu është edhe gruaja. Nëse dëshiron ti mi bo krejt çka dush ti, ata ja do të mi lshuja, do të mi myt. Po çka? Tesha ti pastron, shtëpinë ta pastron, ushqimin ta bën. Truan mos më shkuat diku tjetër ko. Edhe që kjo është gruaja. Pret tash ti. E tash, jo se kryeva. Tash për shembull pse katra mund ndodh që keni jetë jashtëzakonisht të bukur, e në jetë shumë të lezetshme me gruan e parë, po që nuk të po të falë Zoti fëmijë. Është haram, edhe ndaluar me feja asaj më thon haj shkopi shtëpie. Është një mënyrë. Po merr vllaja dytën, Zoti e ka lejuar. Edhe e provo fatin me këta tash. Mirë, po që ta kam fëmijën. Me ndëgjë, që ta ka folë Zoti një fëmijë me këta, po u smu, pe një smu e tronë. Tash kjo smut, ajo për shembull anena, luftrat, apo që po ndodhin për shembull në Iran e tjetër kone, në Ukrainë çka po di, pjesa dërmuese në lufta kush vrahen burrat. Gratë jesin. E por mos më met ajo grua. Sikur limoni i shtrëdh i pa vlerë, se ata që faktikisht bojnë amoralitet me atë gjuhën, i lajmitet e ftane, i e kështu, po më falë shprehje, si të shfryhet, i thot kurvë. E për me qenë gruaja në ambrell, me pas ushqimin e siguruar, me pas kolumi krye, me i pas të natë mirat, shumë ma mirë është me konë rëtake. Ma të tajnë përshohet peshku, për jaban të natë mirat. Po, shiqa, me libër të Allahut, edhe aja du të mi ma librin e Allahut, edhe e din që regullat e veta, çfarë regula shka gruaja ndaj burrit. Ja, sa u knasha me hoqën, pasha zotë e dufar. Pjavlo qesi zotë u prit njën e të ratë. Nga. Ti shoh fëmijët në shkollë na. Të kujtu nga me hangër po. Se për pampersa për që sa në shpe diskutojnë, te e për unë hargjën e shpisë na. E kam fjallën për burrat. Në shetitje, në ekskurzione na. Ajo thot kam tërmen, thot se tash është në punë dhe ajo. Po do të më shku në punë, thot shko ti merë me shata, ti kryje shata, ti merë shata. Vish me pjellë, më falë shpreje, vish me pjellë se si në të pjellë. Ta në vala pëse s'po ban një fëmi, për pare e kena bo ka 7 fëmi, ka 10 fëmi. Ku mi bo 7 fëmi? Shona shkoj të kopshti fëmive, krejt burra jena për para kopshti, për para qerdës. Shkoj të shkolla, krejt burra jena. Kujt e po të atë barazi, bëllmine ko hoqë. Shumë gabim është mësë me bo fëmi. Po i na ti rrit nga burrat mërë. Sepse aty që mi përmojnë barka, na mi rrit për këtë. Hala pa dalë fëmija në këtë botë, kur i bën 120 ditë në barkun e nanës, si mas fjallëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i caktohet gjinia, i caktohet rrezku. Nuk ka kush në këtë botë, dikush ka menduar për shembull që filan fukareja merë me men 7 fëmija, po 7 djelë. Mirë, po këshire sëtë, që shoboj? Dë në Gjermanin janë Zvicër, një tjetër në Kanadë, e tjetëri të shpia, e të natë mirat e Zotit. S'ka kush që vjen këtë dynje që nuk vjen me rizk vetë. Zoti është taj rëzak anil alemin, i është qenë peshqit nuj, i është qenë e ke pa për shamë shpend. Kush është qetë plumave tegëre, zëgjve, tirave, në mbromje, atë gushëm plët, në mëngjes këjtë thotë, ka hegjojnë. Allahu Azza wa Jall është rëzak. Simon, a pajtoni se kam një video, mësim të femrat, një prej liderëve, apo njerëzve të ofër të kamenit, se që ka me ndonë për femrat. Kur jemi të femra, pëtën, thash të angujmë që thot aj. Kuq. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن.
ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود